Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju lutjen e mëngjesit, e shtunë java 13 gjatë vitit liturgjik C, psalmet të marra nga java pare psalterit. O hymë eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Agimi i vishë qiellit, dita i përshkohet truzullit, jehon shigjeta e dritës, qahet çdo tokë rrëshqitëse. Të bjerë fantazma e natës, të shembet mëkati i mendjes, të shuhet çdo tmerr që solli, nërësir nata fajtore. Në mëngjes ajo e fundit që shtrirë për dhe e presim, për ne në dritë zhduket derisa me këngë bën zhurmë. Atit hyj qof lavdia dhe birit të tij të vetëm, me shpirtin ngushëllimtar, ndër shekujt e amshuar. Amen. Antifona e parë. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës për të përsëritur fjalët e tua, o Zot. Psalmi 119, pjesa 19. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Me gjithë zemër të thëras, o Zot, më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhërimet e tua. Klitha drejteje, dhe më shpëto që t'i ruaj dëshmitë e tua. Para agimit zgjohem e të thëras në ndihmë, shpresoj në fjalën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës për të përsëritur fjalët e tua. Më dëgjo zërin si pas mëshirës sate, o Zot, e bëj të jetoj si pas gjyqit tënd. U afruan ata që më salvojnë dije keqes, jam larg nga ligji yt. Por ti, o Zot, je afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua, që moti di për urdhërimet e tua, që i themelove për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës për të përsëritur fjalët e tua, o Zot. Antifona e dytë. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Kënga nga libri i Daljes, kapitulli 15. Him fitorie për kalimin e detit të kuq. Le t'i këndojmë Zotit sepse mrekullisht nga dhënjeu. Kal e kalorës plandosi në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime. Ai, veç ai më shpëtoi. Ai është hyji im, atë lavdëroj. Është hyji i atit tim, atë e lartësoj. Zotin askush se mund. Jahve emrin e ka. Qere ushtrit të faraonit. Në deti plandosi. Me frymën e felkrimit tënd, ujrat u bashkuan, pend u bën valet shkumuese. Thellësit u ngurën në fundin e detit. Thoshte armiku, I sulën pas, do ta zë, do ta ndaj pren. shpirti do të më ngopet. Do të vrigëlloj shpaten, dora ime do t'i vras. I fryve detit e deti i mbuloj. U zhduken si plumi në ujrat e përfrigueshme. Kush është si ti ndër zota, o Zot? Kush është si ti, i madhërueshëm në shenjtëri, I tmerrshëm dhe i lavdishëm, që bën mrekulli. Ti shtrive dorën. Toka i përpiu. Hiri yt e përcalli këtë popull që ti e shpërbleve. I prin me fuqinë tënde në banesën tënde të shenjtë. Do ta shtish dhe do ta mbjellësh. Në malin e trashëgimit tënd. Në banesën tënde të përhershme që ti vete përgatite, o Zot. Shenjtërore, o Zot, me duar të tua të përftuar. Zoti do të sundoj. Për gjithmonë e motë të jetës.
Levdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Antifona e tretë. Lavdërojeni Zotin në kombe të gjitha. Psalmi 117. Grishje për ta lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Lavdërojeni Zotin në kombe të gjitha. Madhërojeni së bashku, o popull të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh, besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdërojeni Zotin, o kombe të gjitha. Leximi i shkurtër nga letra e dytë e Pjetrit, kapitulli i parë, rreth 10-11. Vëllezër, mundoheni ta përforconi për herë më tepër thirrjen dhe zgjedhjen tuaj. Nëse bëni kështu, kur nuk do të bini në mëkat. Kështu vërtet do t'ju hapet plotësisht hyrja në mbretërinë e mshuar të Zotit ton, Jezu Krishtit. E thëras Zotin, ti je strehimi im. E thëras Zotin, ti je strehimi im. E mira ime në tokën e të gjallëve. Ti je strehimi im. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. E thëras Zotin, ti je strehimi im. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Shndriti o Zot ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreth 68 deri në 79. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqeve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh, do të quhesh profet i të Tejtë Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyj do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tan në udhën e paqes, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shndriti o Zot ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Lutjet e besimtarve. Ta bekojmë Krishtin i cili deshi të jetë ngjashëm me vëllezërit në gjithçka, për të bërë për ne të hyjë mështar i mëshirshëm dhe besnik. T'ja drejtojmë lutjen tonë. Na i qel o Zot thesaret e dashurisë sate. O Krisht, djeli i drejtësisë, ti na ke shndritur me pagzim, kjo ditë qoftë kushtuar ty. Na i qel o Zot thesaret e dashurisë sate. Sot do të bekojmë dhe emrin tënd do ta madhërojmë në çdo gjë. Na i qel o Zot thesaret e dashurisë sate.
Virgjëra Mari, nëna jote, me kujdes e dëgjonte dhe zbatonte fjalën tënde. Drejtoj sot me fjalën tënde hapa tanë. Na i qel o Zot thesaret e dashurisë sate. Bëj që në shkatrueshmërinë e kësaj bote, ta presim pa shkatrueshmërinë qiellore, që me fe, shpresë dhe dashuri, ta provojmë që tani gëzimin e lumturisë sate. Na i qel o Zot thesaret e dashurisë sate. Aty në qenë qiell u shejtrofte emryet art mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, bëjo hyj gjithë pushtetshëm ta shpallim fuqinë e birit tënd të ngjallur, kështu që sikur se marrëm pengun e dhuratës, të mund t'i fitojmë në për të dhuratat qiellore. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton dhe mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutëm së bashku me ju lutjen e mëngjesit, e të shtunë javës së 13 gjatë vitit liturgjik C. Ju ftoj të vazhdoni të shoqëroheni me programet Një Zë i Krishter në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.